këta veç i dojshin burrat te hajde që të neve na kanë qitë, si na donë manal, kanë qitë me automat. Na kanë qitë pishpije, na kanë qitë, na kanë re, na kanë morë gjithçka që këna pas. Unë bomën e këm pas zhdukën, po tash është e këm gjetë, që 2013 e këm gjetë. Jo keni gjetë ishtë? Po. Të ne këna pas me ecë për Shqipni, po në 9:30 këna pas me dollë me autobus me shku, na kanë ishi serbët me maska, kështë është që këna në gjoftë kështë shukon, me maska na kanë i në bërë, na kanë mërë dukat, pare, që sene. Këta veç i dojshin burrat te hajde që të neve na kanë qitë, si na donë manal, kanë qitë me automat. Na këna mundu se i kanë i mbëtën për njerë, po s'na lajnë me këty, tani u dhe sa ne ka pas polic sërbë, na theshin hajtë të shkëni për Shqipni, se ju këna në ollë balë, na zabatshin. A so kohë sa vjeçar keni qenë? 17. Se kujtoni atë ditë, a kujtoni edhe familjarët e tjerë përveç babait tuaj? Po, e kam pas djalin e migjes, të zakën e babës, ata kanë nejtë gjithë baba jam me të zakë vetë bashkë gjithë. Anë e dënë gjithë kanë nejtë, edhe kërë mytë bashkë. A janë zbardë rastet për familjarët e tjerë? Jo, ale, për do jo. Do po, do jo. A na tregoni si ka qenë ndjesia kur i keni gjetë ishtrat e prindit tuaj? Pak mërzi po, veç ma mirë që e kom gjetë, e di vorën ku e ka bili shkej zdo ditë e shah. A na tregoni historinë e këtij muzeu, e kësaj shtëpie muze. Çka ju kujton juve? Këna jetu tonë, këna posë edhe dojtë e babës, edhe do mishë djallit migjes, këna nejtë tonë bashkë. Qysh po ndjeni që pas 26 vite kjo shtëpi që për juve ka pas shumë kujtime, tash kam u shëndru në muze dhe kanë me urruj gjësanit e familjarëve tuaj? Mirë është kjo që po bëhet, e dina bile vina na i qëtë pak mërzia. Cili kishe një mesazh që ju kështë drejtu të tjerëve që kanë familjarë të zhdukur në familjet e tyre? Po ma mirë është me gjetë e me ditë ku e ka vorën, se kështë është mësë me gjetë e më mërzit ma shumë. I në konë të eshti një gëllë që të e këna pas një ketë djallit migjes. Gjithë të dheske qatë moment s'ka dhejës. Edhe one ju më konë majri e shty shumë, se baba jam u konë pak ma naltë, po kërë më ka po mu, u ardhë, u i këtë. Ja kom bo i këte mësajde, ja ta, masi nëllin ti pëse mësë me ardhë dhe one. E u ardhë tani u i baba jam, e pat nga fokën që është e nalën babën tanë. Eshnat e bobës tëmë e këna gjetë në vërrezat të naltë, këtë në veri. Djallit migjes e këna gjetë në për të bajnëm dhe gjepit. Drejtësin, po presëm ale drejtësi, se ale së zbordë kërkës që ka bë krimin këtë malë për shnjave. Këtu kër ka hikë fori francez, këtu nuk i kanë gjetë, është e vërtet, por kanë gjetë gërgjojat kalashëm, në më thonë një kofe dikun një 70 kila, se këtu kanë qenë edhe gjullët që kanë bëha për shkatimi. Po tash i mbetet hetosis, AKI-s, gjyqësis, prokuroris, që të merret me këtë rast, se që ka orë dhejtë e vrasja, se këtu janë vra pej mosha ndryshme. Gjenocidi i Serbisë fashiste nuk ka këqyrë, a është i armatosën, a është të QK, a është civil, a është hendikos, e kem një nanë shqiptar atë, që ka qenë kolicë hendikos, edhe jo ka vro synim vetëm pse është shqiptar, se alebarati i Serbisë fashiste ka qenë çdo gjë çat gjeni përpara, krejt me fshin nga fosja e dheut, që këtu shqiptarët mos mundën më kthy kurrë, po kjo pjesë dardane shqiptare në të mbetet sërbe. Por, falë Zotit, ushtrisë shënimtare të Kosovës, edhe aktivistëve edhe të gjithë veprimtarë mbrenda dhe jashtë atë dheut, sot na mbijetojnë.